Sot jam këtu te Spaku. Nuk është se ka ndodhur gjë e madhe, po do t'ju tregoj vetëm pak 2 sekonda atë pjesën që vjen Berisha. Është një moment shumë interesant sepse gjithmonë ka njerëz që më presin aty përpara Spakut. Normalisht foli Gadi Jor. Që foli Jor, po edhe çdo gazetar nga 2-3 pyetje vajti 2 orë pastaj fund fare. Më pas erdhi një gazetar me emrin Almir, bëri një denoncim për në Spak për tunelin e Murizit. Nuk e di, ishte gazetar i angazhuar e quante veten. Do t'ju tregoj edhe një gjë interesante që po ndodh sot pas shumë vitesh që është bërë Spaku. Është që po rregullohet. Shikojmë 2 sekonda se çfarë po ndodh. Do bëhet i ri, kështu që këto çuna kush vjen punë do e ketë vi punën në qef. Ju përshëndesim me këtë sanduiç ndorë, shihemi nesër prapë.